أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inshallah folim një dy pyetje përgjigje, pjesa e dytë. Shpërlarja e gojës dhe hundës për agjëruesin. Pyetja është: ka prej atyre që thonë se shpërlarja e gojës apo hundës gjatë marrjes së abdesit ndikon në saktësinë e agjërimit të agjëruesit? Sa mund të jetë e vërtet kjo fjalë? Bismillahirrahmanirrahim. Përgjigjja është: shpërlarja e gojës dhe hundës gjatë marrjes së abdesit është sunet nga sunetet e tij, siç janë mëdhëbet i tre imamave, Ebu Hanifës, Malikut dhe Shafiut, apo është farz nga farzet e tij, siç është mëdhëbi i Imam Ahmedit, i cili i ka konsideruar si pjesë nga larja e fytyrës të urdhëruara, obliguara, pa marrë parasysh a janë shpërlarja e gojës apo e hundës, prej suneteve apo farzeve. Nuk duhet lënë ato të abdesit gjatë agjërimit apo mos agjërimit. Atë çka duhet ta ketë parasysh muslimani në rastin e agjërimit është që të mos e teproj në atë dyja, sikurse e tepron në gjendjen e mos agjërimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: kur ta shpërlash hundën, shpërlaje mirë, përveç nëse je duke agjëruar. Nëse agjëruesi e shpërlan gojën ose e shpërlan hundën duke marrë abdes dhe uji i depërton në fyt pa pasur qëllim dhe teprim, agjërimi i tij është i saktë, ashtu sikur që i depërton pluhuri i rrugës, apo duke e situr mielin, apo hyn ndonjë mizë në fyt e tij. E gjithë kjo konsiderohet nga gabimet e falura të këtij umeti, edhe nëse për këtë nuk janë pajtuar disa imam. Sikurse shpërlarja e gojës është abdesit, apo është nuk ndikon në saktësinë e agjërimit, derisa uji nuk tepërton në brendi. Allahu e din më së miri. Pyetja tjetër është: nëse njeriu vënohet në syfir pa dashje, si për shembull e zëxhumi dhe e dëgjon ezanin e sabahut, derisa është duke ngrënë ushqimin e syfirit të tij, a duhet ta lër ushqimin me një herë sa ta dëgjoj ezanin, apo është i lejuar vazhdimi në ngrënien deri në përfundim të ezanit? Përgjigjja është: nëse është i sigurt se ezani i sabat është në kohën e tij të caktuar, sipas takvimit lokal të vendit ku agjeron, atëherë e ka për obligim të lërë ngrënien dhe pijen me një herë sa ta dëgjoj ezanin. Madje në qofse në gojë e tij gjendet ushqim, e ka për obligim ta hedhë prej goje në mënyrë që agjërimi i tij të pranohet, ndërsa në qofse e di se ezani është para kohës së tij për disa minuta, apo së paku dyshon në këtë, atëherë është e drejtë e tij të hajë ose të pi derisa të vërtetohet për agjërimin e mëngjesit. Tani në kohën në të cilën jetojmë është lehtë sepse ekzistojnë takvime, imsakije dhe orë të sakta pa të cilat nuk është asnjëra shtëpi. Një njeri i ka thënë Ibn Abbasit radhiyallahu anhu: unë ha syfir, ndërsa kur dyshoj e ndepres bëj imsak. Ibn Abbasi tha: ha derisa nuk dyshon, përderisa të largohet nga ty dyshimi. Imam Ahmedi ka thënë: nëse dyshohet nga në agim, duhet të hajë derisa të vërtetohet agimi i mëngjesit. Neveviu ka thënë: jam pajtuar shokët e Shafiut në lejimin e ngrënës në rast të dyshimit në agimin e mëngjesit. Argument për këtë është se Allahu i Madhërisëm e ka lejuar hajen dhe pijen në natën e agjërimit, derisa qartë të dallohet agimi, ndërsa i dyshimti nuk e ka pas të qartë, nuk e ka dalluar agimin. Allahu ka thënë: tash e tutje, bashkohuni me to dhe kërkoni atë që u ka caktuar. Allahu dhe hani e pini derisa qartë të dallohet peri i bardh nga peri i zi në agim.
Sura Al-Bekare, ajeti 147. Në bazë të kësaj, na bëhet e qartë se imsaku, fillimisht i agjerimit në një periudhë të kohës para agimit në mënyrë të përhershme, nuk ka mbështetje në Kur'an e as në Sunet, dhe ky është një lloj teprimi në fe dhe kundërshtohet me atë që është thënë në Sunet për preferimin e vonimit të syfirit. Allahu e di më së miri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.